Tradita që ruhet dhe po trashëgohet tek brezat e rinj në lagjen Zogaj, vetëm 7 kilometër larg Shkodrës. Dikush mund të mendojë se bëhet fjalë për peshkimin, por jo, janë punimet artizanale që bëjnë gratë e kësaj zone, që i përkushtohen punimeve me dorë për të siguruar të ardhurat, sepse ky është i vetmi biznes fitimprurës për to. Lagja Zogaj është një zonë e cila nuk ofron shumë mundësi punësimi për gratë, kështu që ndër të vetmet mundësi punësimi është puna artizanale, kryesisht thurja e qilimave. Kjo tradit ka vazhdu për shumë vitesh dhe kena trashëgu brez mas brezi. Gjatë verës, për shembull, në kohën e pushimit, vajzat e reja kanë pas interes për me ardhë me mësu këtë zanat, për me trashëgu. Por e vetmja mundësi punësimit për këtë zonë ka qenë kjo dhe ne kena kushtu një rëndësi shumë të madhe, sepse kjo zonë ka vetëm 2 tradita, burrat, peshkim dhe gratë, këtë traditën e artizanatit. Ne punojmë si mas kërkesave të klientëve që ne na kërkojnë njerëzit dhe janë të interesuar shumë për punën e dorës. Nebije Çotaj, artizania më e vjetër, thot se këtë zanat e ka të trashëguar nga të parët e saj dhe kjo tradit do pasohet edhe tek brezat e rinj. Kërkesat janë shumëta, Shqipëria është e para, por ka edhe Kosova, kanë edhe të huj që vinë, edhe ato kërkojnë ku e dinë se ne ku punojmë, sepse është një punë e rrallë, dhe me thonë që punon jo çdo kush, se është punë e vështirë, por edhe ka bukurinë e vet, artin e vet. Në punishten e përbërë prej 10 femrash në sy të bien qilimat, torbat, sexhadet, si dhe mbulesat e krevateve, të gjitha të punuara me dorë, disa të punuara vet e disa të trashëguara ndër vite. Kërkesat janë të shumta, sidomos nga tregu jashtë vendit, duke parë mundësitë e tyre për prodhimin e njësor varietetesh artizanale. Artizanet e Zogajve kërkojnë një mbështetje më të madhe nga shteti për eliminimin e vështirësive që pengojnë aktivitetin e tyre.